4 deri në 6 mund me përfitu. Ti me cëmën je, prof? A jemi atë që është mirë për shkak të... Jo, tash dëshiroj me arsyetu. Unë mendoj që kjo pauzë e shkurt, si quhet pauze hidratimit të futbollistëve, po mendoj që është më tepër për shfrytëzim si reklam, por nëse analizojmë për punën e trajnerëve, nga ky kant, unë mendoj që gjithmonë është mirë se ardhën për trajnerët të cilët mund diçka me ndryshu në atë 1 minutë, 2 minutë që shfrytëzojnë për freskim. Dhe ajo është e mirë, unë po mendoj, por pas analize, pas përfundimit të kampionatit, do të shohim efektin e kësaj, është herët, sepse është një format krejtësisht i ri, nuk janë 32 plus 8 e kështu me radhë, ka ndryshu. Në Shënjestër është ndeshja, mas shumë ti ndeshja e Austrisë që e zhvilloi 3-3 me Algjerin. Po me Algjerin, dhe ato është, unë sa mora vesh bas të shtypit që shkojnë, është në nëhetim kjo ndeshje, por sido që tjetë qëllimi është që ky kampionat përfundoj kështu si është. Shka nëse prof... Dhe gjitha këto janë temë të diskutimit, e sidomos kjo pauzë gjatë hidratimit është temë që ka ide të ndryshme që si mund të realizohet kjo, por unë mendoj që është e mirë se ardhën për trajner që dëshirojnë me dhënë këshilla, sepse gjatë është mendu për një time out edhe në futboll.